Dramën që u kryua për punën e postit të presidentit nuk e ka të parë në përvojën politike të saj, por Vjosa Osmani kishte përjetuar edhe drama të vërteta skenike në kuptimin artistik. Madje si nxënëse e shkollës fillore, ajo kishte zënë vendin e parë në nivel vendi. Këtë zotësi të gruas që tashmë mbaron mandatin në krye të shtetit, e rikujton për Kosova Press ish arsimtari i saj i gjeografisë, Mustafa Kajtazi. Mendoj që me ato që ka punu kjo, që ka si nxënëse, organizimet që i ka bon shkollë, me gora që më shumë gora, lamit ndryshme vete, jo vetëm gjeografi. Pastaj këta kanë pa organizu pikrisht klasë asaj, krye me Vjosa Osmanin, e ka organizu një dramë, po harrej martesa e emnin e ka pasaj, e kanë zë vendin e por nivel të Kosovës. Kjo ka ndodhur në vitin 1996, kur kjo ka qenë klasën e 8, edhe me qatë dramë, atëherë shumë në kopim, me qatë dramë kanë shku këta e kanë prezentu në Ulqin. Do të thonë, nivel të Kosovë këta e kanë zonë vendin e por. Ka qenë edhe në aspektin e aktivitetet lira shumë efikase dhe shumë e angazhume. Edhe ka kur suksese. E vequet me atu. Pastaj edhe me lanë tjera, së di tash të me vequ ma shumë, me qenë se tonë arsimtartë që kemi majtë gara, bile për thëmë me plëtë përgjësisht shumë ma mirë, këna me gara, këna punu atër, gati se tash. Po, kjo ka qenë prezent aty dhe ka kur suksese. Arsimtari kujton presidenten aktualit të Kosovës si një fëmijë shembullor dhe shumë të përkushtuar ndaj mësimit, por që sipas tij ishte shquar edhe për guximin për ta mbrojtur drejtësinë. Po me fol për tash presidenten Vjosa Osmani duhet ndoshta shumë kohë, sepse unë i kam dhënë mësim qysh për klasës 5, jam me profesion gjeograf. Vjosa ka qenë gjithmonë një fëmijë shumë i mirë, shumë i sjellshëm, një fëmijë shembullor. Jo vetëm Vjosa, kjo i ka dhe 3 motra tjera dhe vllon, gjithë familjarisht kanë qenë të sjellshëm. Me qenë se këtu në shkollën të ka dhe fëmijë tjerë shumë të mirë, që sot kanë kur suksese në forma ndryshme, drejtime ndryshme, e Vjosa ka qenë njëra ndër ta. Mirë po, Vjosa për karakteri ka vequ. Nuk i ka dhejtë pa drejtësit si fëmijë. Për shumë e kom një shembull, unë se në atë klasë kom pas edhe vojzën e vllaut, e cila me ndëshin zonë që unë pe favorizoj. Nuk i kom favorizu asë ato, asë fëmijën e mi që kom pas të, edhe kjo gjithmonë ka reagu, se një farë formë i bëjka atëherë nuk e qyshin bullizim, një farë bullizimi asaj, kjo gjithmonë e ka mbrojt. Ju pse isha unë, se po me ndoj që Vjosa shumë e drejtë. Si fëmijë ka qenë e tillë. Unë po flas vetëm në aspektin sa ka qenë nxënës. Edhe ka qenë luftarake për drejtat veta. Për ato që e synon me arrit, gjithmonë ka punu edhe ka luftu me arrit ato. Kjo tregon edhe pasqyrimi i notat që ka marrë gjatë asaj. Duke i treguar notat e saj kritpeshën në klasë të 5, 6, 7 e 8. Kajtazi thekson se Osmani është spikatur sidomos në lëndës shoqërore për shkak të aftësive të saj në komunikim. Mendoj me shkaft ka qenë lëndë shoqërore. Se ka pas një oratori shumë të theksuar të mirë, të pastër, po edhe lëndë tjera nuk ka pas, edhe matematike, kimie, fizikë, biologji, të gjitha. Gjeografinë e ka deshtë, se gjeografia është një lëndë që fillon për klasë, atëherë filloi për klasës 5, tash fillon për klasës 6, që është tërheqëse për nxënësat. Mirë po tash mundësit janë ma mira për me ditë gjeografinë ma mirë edhe lëndë tjera. Po, Vjosa ka qenë e tillë gjithmonë. Sipas tij, niveli i klasës që bënte pjesë Osmani ka qenë i lartë, çka ka kërkuar përgatitje të vazhdueshme edhe nga ana e mësimdhënësve. Ka mësu shumë edhe me plot përgjegjësim po të them, o dashur kërgjë i përgatit me konë me punu me ta, edhe si klasë, se edhe paraprakisht e kanë pas edhe një mësuese që ka qitë gjeneratat mira, edhe ku kemi shku ngara, Vjosën që kemi morë, jo vetëm gjeografi që ku morën, për në tjera ka kur suksese. Kemi edhe disa, se atëherë këm pas i bëjsha dhe incizime dhe, garat që i majshëm, gjithmonë ka qenë e sukseshme. A i shprehet krenar për arritjet e ish nxënëses së tij. Është një krenari e veçantë, po të thëmë drejtë se Vjosa dhe kemi edhe disa tjerë që
ndoshta me përmenem në të pyetje tash Vjosa, po sigurisht që njihim krenar. Njihim krenar sepse e tillë ka qenë Vjosa si fëmijë, ka arrit, edhe pse atëherë prindin e ka pas pa punë, e kanë largu për punë, bile ka qenë edhe i burgosur në vitet 90-92-3, edhe ja kanë bjetu mi shullu fëmin. Edhe kjo ka arrit tani, e një gjuhën angleze fort mirë si fëmije, atëherë ka njët, edhe ka arrit, e tash duhet t'jemi minjo se buremi me punën e saj tash që reflekta. Për tatin e presidentës, por edhe për motrat e vëllain e saj. Kajtazi ka dhe shumë lavdata të tjera. Për politikën e forcmena, po mendoj që në arenën ndërkombëtare na ka prezentuar shumë mirë, e këtu përpërësit politiket mbrëmshme nuk më pëlqejnë përgjithësi, veçanërisht bullizimet që u bën familjarëve tyne. Une, për shembull, e bullizojnë prindin e Vjosës, jo gjojnë që u ko policës, u ko që kom me njuhin, cilën ja kanë bo shkolla për kontributin që ka vonë vitet 90-ta. Raif Asmoni ka qenë njërin ndër kontribust bashkë me 10 tjerë që kanë morë me njuhin që tash për pambarësi, që na kanë ndihmu me mojt mësimin gjallë në shkollën Ismail Qemoli, atëherë u thirr vllazët me Elvis me iniciativë tyne ne kemi ndruar dhe emrin, edhe ne kemi qenë atë rreth 900 nxënës që na kanë largu prej objektit, 56 kanë qenë serbë. Edhe ata u zupun objektin. Me iniciativën e Këshillit Prindve, atëhershëm na jemi kthy prapë. Në mesin e tyre ka qenë edhe prindi i saj. Gjithë fëmijët që ka pas Ilonën, Vjosa e dyta, Flakrina, Blinera, Ramadani kanë qenë të mirë. Po edhe në kjo shkollë ka dhonë, për shembull sot kemi shumë mjekë, profesorë, doktorë, që është Liliana Alloqi, që për shembull sot mjekësi, Fisnik Regjepi, Festim Regjepi. Kemë shumë Lindita e Strefi, bile kemë një Iqbala Miftari, tash është diku në Angli, punon në qeveritë Anglisë, kumni, kanë dorë për kësaj shkolle. E në mesin e tyne dhe Vjosa, s'po mu e vlerësoj politikisht se nuk merr në afort me politikë, mirë po prezentimin në arenën ndërkombëtare, veçanërisht miqësinë me Amerikën, mendoj që ka bën në mënyrë më të mirë, edhe prezentimin ku me të bashkuar. Ish mësimdhënësi Vjosa Osmani thotë se beson që ajo meriton edhe një mandat tjetër si presidente. Pas të kësaj, cilën e ka prezentuar, mendoj që e meriton. Edhe kjo që po ndodh tash, mendoj është një gabim që nuk e kanë zgjedhur prapë. E këtu dekretet tu që e ka bën nuk e di qysh vinë në fund, po nuk o dashur me ndodh këtu sane. Ndoshta heq jo për hatër të Vjosës ose të Albinit ose Bedrit të ati, për hatër të popullit. Jemi lidhur me këtë sene. Përbes jemi lidhur. Nuk e di ku na çojnë. Edhe kur mur një havë pozitiv, Kosovë me shku, po kthejnë këta diskrepancë për shemb mrapa, nuk e di. Veç që mendoj që Vjosa Osmani meriton edhe mandat me qenë president. Lavdatat e mëdha për Osmanin duke e cilësuar madje si nxënëse të jashtëzakonshme, pati dhënë edhe ish arsimtari i saj i historisë, Adem Çollakaj, gjatë një vizite që presidentja e pati bërë në njërin nga shkollat e vendlindjes së saj, Mitrovicës, vite më parë. Ndoshta Vjosa ka qenë shkaktari kryesor që mu ka dashur, ndoshta edhe ka 2-3 orë mu përgatit më tepër se që do të mu përgatit. Mandati i Vjosa Osmanit si presidente mbaron me 5 prill.